Derisa hetimi për Koçanin të merr një formë të aktakuzës, kryeprokurori Lupço Kocevski do të vazhdojë të jetë i paprekshëm. Nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloshovski tha se në momentin aktual të hetimit nuk duhet të ketë ndërprerje kadrovike në kuptimin që mos pengohet dhe shantazhohet puna e organit të akuzës. Sipas meje, qeveria me siguri do të mbetet në një status quo në këtë moment aktual të hetimit që të mos bëhet ndonjë ndërprerje kadrovike në vetë prokurorin që do të mund të dëmtonte dinamikën e vetë hetimit. Por nëse e shohim të gjithë fotografin në kontekst politik, ky është mendim personal. Në momentin kur hetimi do të jetë i rrumbullaksuar ose do të marrë ndonjë formë të aktakuzës, mendoj se duhet të vazhdoj procedura për prokurorin publik, tha Antonio Miloshovski, nënkryetari i Kuvendit. Kujtojmë se përpara tragjedisë së Koçanit, më 11 shkurt, qeveria solli vendim për hapjen e procedurës për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Kocevski, ndërsa arsyet për këtë ishin imazhi dëmtuar i prokurorisë, veprimet e kundërligjshme dhe korrupsioni, ndikimi dhe jo efikasiteti. 2 ditë para tragjedisë në Koçan, kryeministri tha se kryeprokurori dhe prokurori për krim të organizuar do të pendohen për veprimet e tyre, ndërsa menjëherë pas tragjedisë ndryshoi narrativin duke theksuar se procedura ndaj kryeprokurorit Kocevski është pauzuar, aty ku është deri në përfundimin e hetimit për Koçanin. Në ndërkohë, partitë opozitare LSDM dhe BDI janë ankuar se prokuroria po kryen hetim selektiv dhe njëkohësisht akuzojnë se Mickovski ka ndruar mendjen për Kocevskin me qëllim që të mbrohet pushteti nga përfshirja në hetim.